Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në radio-televizionin publik të Kosovës. Janë përmbyllur procedurat për kthimin në Kosovë të 3 shtetasve kosovar që humbën jetën në një kantier ndërtimi në kryeqytetin austriak. Trupat e pajet Aslan Musliut, Istref Zekajt dhe Pajtim Bajramit janë nisur pas ditën e djeshme, ka njoftuar Ambasada e Kosovës në Vjenë. Ambasada ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave dhe të gjithë të prekurit nga kjo humbje e rëndë, derisa ka shprehur mirënjohje edhe për bashkëdhetarët në Austri, të cilët treguan solidaritet dhe gatishmëri për të ndihmuar gjatë kësaj periudhe të vështirë. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Peter Sorensen ka qëndruar në Washington, ku ka zhvilluar një takim me zyrtaren e lartë të Departamentit të Shtetit Brendan Hanrahan. Takimi u mbajt në dash dhe ishte i mbyllur për media. Në njoftimin e dashit thuhet se Hanrahan, në cilësinë e zyrtarit të lartë të byros, priti në takim përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd, pa dhënë detaje shtesë mbi temat e diskutuara. Ky udhëtim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i Sorensenit vjen pas arritjes së marrëveshjes së fundit me qeverinë e Kosovës lidhur me ligjin për të huajt. Ambasadori i Gjermanisë Rainer Rudolf në emisionin Prime në RTK ka folur për situatën aktuale politike në vendin tonë, për çka ka thënë se shpreson për partneritet të fuqishëm. Ambasadori gjerman vuri në theks agjendën e përbashkët ekonomike evropiane dhe për këtë, siç tha ai, duhen institucione stabile. Mesazhi për të gjithë aktorët politik këtu në gjithë spektrin, mendojni se çfarë është më e mira gjë për vendin në kuptimin e ndërveprimit tuaj me ne, me miqtë tuaj ndërkombëtar, pra, për agjendën ndërkombëtare evropiane që duhet shtyhet përpara. Ajo çfarë mund të bëjmë ne si miq të këtij shteti është që ta marrim këtë dinamikë që vjen nga vetë vendi, inkurajojmë të dyja palët edhe qeverinë serbe dhe atë të Kosovës që thjesht të angazhohen në këtë dialog të udhëhequr nga BE-ja dhe thjesht të fillojnë duke zgjidhur çështjet praktike. Për këtë, kjo marrëveshje që u bë të shtunën ishte kaq me rëndësi, pra është me rëndësi që shpresojmë që të ndihmoj zgjidhjen e çështjeve që do të mund të lindnin për shkak të një komuniteti të caktuar, por po ashtu është me rëndësi që në një kontekst më të gjerë sjell këtë dialog midis Kosovës dhe Serbisë një hap më tutje drejt integrimit evropian, sa i përket veriut. Pajtimi që u bë shtunën e kaluar për implementimin e ligjit për të huajt kishte kaq shumë rëndësi, sepse marrëveshja në të cilën Bashkimi Evropian dhe zoti Sorensen kishte luajtur rol në ta, do të ndihmoj për të zgjidhur çështjet në jetën e përditshme qytetarëve. Do ta inkurajoja Kosovën që të argumentojë, që të paraqes argumentin para vendeve mosnjohëse për ta shpjeguar se pse nuk mund të bëhet kjo sot. Për aq sa di unë, ka arsye të caktuara individuale për vendet që nuk kanë njohur ende Kosovën. Pra, si sugjerim, do të ishte që të angazhohen me secilin prej tyre për të parë se cilat janë këto arsye dhe për të parë se çfarë mund të bëhet. Dhe sigurisht mund ta mbështesim këtë lloj procesi. Si në shumë vende të tjera të botës, edhe në Kosovë u shënua festa e Fitër Bajramit. Në këtë manifestim që u mbajt në Xhaminë e Madhe në Prishtinë, edhe kësaj radhe prisit fetar mbajtën edhe ligjërata ku kërkuan tolerancë, paqe dhe solidaritet në mes njëri tjetrit. Program festiv duke ngërthyer në vete
Selinë e Bashkësisë Islame të Kosovës, krerët e shtetit dhe të partive opozitare vizituan kreun e këtij institucioni Naim Tërnava, të cilën e uruan për festën e Fitër Bajramit. Në pritjen tradicionale në Bashkësinë Islame të Kosovës, u bë thirrje për solidaritet, unitet dhe paqe. Ndërkohë edhe në Tiranë, besimtarë të shumtë musliman falën namazin e Fitër Bajramit në sheshin Skënderbej. Mira besimtarë musliman mbushën zemrën e kryeqytetit që në Agim për të falur namazin e Fitër Bajramit, momentit më festiv të kalendarit islam që shënon për mbylljen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Me këtë rast qytetarë të shumtë uruan njëri tjetrin duke u lutur për paqe e solidaritet mes njerëzve. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne takojmë sërish në orën 9. Bashkë mirupafshim.